Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kësaj radhe do të flasim inshallah për një lloj të shejtanit i cili është i përmendur në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ky shejtan nuk ka të bëjë me sehr. Ky shejtan nuk ka të bëjë që dikush një sehirbaz e ka qu. Nuk ka të bëjë me mësyshin ose diçka e tillë siç jemi mësuar ne të ndëgjojmë ngacmimet e shejtanit, por ky është diçka tjetër. Ky quhet qarin. Qarini në arabisht pra e ka këtë emër, por në shqip përkthimi i tij është shoqërues. Është një shejtan shoqërues i cili shoqërohet pothuajse në çdo moment të njeriut. Ky shejtan detyrën apo obligimin kryesor apo qëllimin e tij kryesor e ka që njeriu ta nxit në vepra të këqija, ta nxit në kufër, ta nxit ose ta largon nga feja, nga islami, nga imani, edhe ta nxit pra në rrugët e humbura, rrugët e djallit, gjithashtu pra në mëkate, në kufër, në vepra të këqija e kështu me radhë. Ka shumë njerëz që ndoshta janë të zgjuar, ndoshta janë të shkolluar, ndoshta kanë qenë deri shumë një kohë të gjatë, deri vonë, pra kanë qenë shumë të udhës, edhe nëse s'ka qenë besimtar, thjesht ka qenë njeri i edukuar, por ka ndryshu. Pse ka ndryshu? Për shkak se ky shejtan e ka bërë të ndryshoj. Dhe i vjen mendimi që thot, ka ardhur momenti ti tham boll madurimit, edhe unë du me jetu rahat, du me ndëgju dëshirat e mia, du me ndëgju përparësi me i dhanë vetëm vetes, me ndëgju pra rrugët e shejtanit pa e ditë ky vet. Ky shejtan qarin, çka ka mundësi me na bë kë? Kë e ka mundësinë me na çu vezvese. Kë e ka mundësinë me na çu mendime negative. Kë e ka mundësinë edhe mendime pozitive, po s'çan kësi mendimesh. Ky shejtan që quhet qarini, na nxit ose na jep një far motivi për me bë mëkate. Dhe nuk mundet me të bë mëkat nëse ti jeni një njeri 5 vaktli, nuk thot le namazin më një herë sot, po ta çon një far pretese. Ky quhet qarin. Ky shejtan quhet qarin. Shoqërues. Po pastaj duke e neglizhu hajtë se ka kohë ti çon disa mendime negative. Nëse edhe e kem për qëllim rukjet qysh na po i bojmë edhe shqetësimet që i kemi prej shejtanit, prej cytjeve të shejtanit, prekjes të gjinëve, sehrit, mësyshit e kështu me radhë, këto momente ky shejtan i pret. Pse i pret? Kur ne kemi një vezves, po e nxajna, friksohemi se vallë am ka bë dikush seher. Ky shejtan ta ngulit në kokë se ti me të vërtet ki seher. Pa pas hiç. Kur na mendojmë se mos po më xhelozon bre një kojshi ose një kolegi punës ose kam një xhelozi nga njerëzit, ky shejtan ta shton kët mendim edhe të bën me u bind se ti me të vërtet ki seher ose ki rrethin, shoqërinë e ki ose kolektivin e ki shumë xheloz ndaj teje. Ky shejtan pra mundohet në me çdo e mos dhe qëllimin kryesor unë besoj që e ka, edhe pse nuk ka ndonjë argument në ajete kuranore ose në hadithe përveç kufrit dhe nxitjeve në gjënohe, unë mendoj se e ka edhe qëllim shumë të fortë me e dëshpru njeriu. Kur njeriu dëshprohet nuk i duket interesant as me bë namaz, as me fal namazin, pra as me bë rituale ose gjëra fetare që janë ibadetet fetare, për shembull agjerimi ose zakati ose haxhi ose këto sene thotë shumë janë për shkak se jam i dëshpruar. Pra, ne qa do të me bë, do të me luftu shumë që mos me ardh deri te dëshprimi. Por ne nuk mund të dëshprohemi me një herë sot jam mirë, nesër jam i dëshpruar. Jo,
por neve na vjen gradualisht. E kjo gradualisht, shkallë, na do ta luftojmë gjithashtu shkallë. Qysh? Kur neve na vjen një mendim negativ, pse mos ta mujmë me mos ta mposhtim me mendimin pozitiv. Kur neve na vjen një shqetësim, për shembull një frikë gjatë natës, mbetemi vetëm në shtëpi dhe friksohemi, mos po bën dera diçka, kërciti diçka atje, kërciti këto. U ndi një farë zhurme, u ndi ndo hapa, këto janë vetëm nga cytjet e shejtanit të dobët dhe ky shejtani i pret këto momente që është tash edhe më herët që neve me na e shtu këtë dyshimin tonë. Mos të harrojmë edhe një herë, shejtani i cili quhet qarin është shoqërues pothuajse në çdo moment, pra çdo herë kur ti e ke mundësinë me bën një gjunah ose me bën një ndjenjë me që rregullu ndjenjat tua ose diçka e ngjashme ose ndonjë dyshim, ai është prezent aty. Pse u quajt shoqërues? Për shkak se është shumë shoqërues me njeriu edhe i rrin afër çdo herë. Kështu që në momentin kur ne jemi të bindur në Zot, në momentin kur ne lexojmë Kur'an më shumë, nuk është mbytyje vetëm me lexu Kur'an, por në pyetje është kur lexojmë Kur'an me kuptu se çka po thot Kur'ani. Për shembull, ne e shohim aty që thot ty të mjafton Allahu. Pse mos na mjafton Allahu neve? Nëse unë friksohem pastaj, sipas këtij ajetit kuranor që shumë e thjesht, ty të mjafton Allahu kundër tyre. Pse mos të bëhemi, për shembull, unë ta marr si shembull veten, edhe të them, nëse mua më mjafton Allahu, pse të kam frikë nëse jam vetëm? Nëse mua më mjafton Allahu, pse ti friksohem rrezikut? Nëse mua më mjafton Allahu, pse ti friksohen atë çështjeve të dunjas? Sepse nëse ne nuk e përfillim këtë ajet kuranor, atëherë normal që ky shejtan e ka shumë më të lehtë me ndiku tek ne. Për këtë arsye, pastaj ti duke lexuar Kur'an vetë nuri i Kur'anit i largon gjendë dhe jam poshtë e mund goxha shumë e poshtë shejtanin i cili quhet qarin. Ka me fol, do të flasim inshallah prapë në një video tjetër për këtë shejtan më në detaje edhe me argumente më të forta inshallah, por kësaj radhe sadopak të dim pse ky shejtan. Pra ky nuk e ka thënë sihirbaz, nuk është siher. Ti mund të kesh edhe mos të kesh siher hiç. Por ky ta ngulit në kokë që ti të mendosh se ke siher. Ndoshta fëmijët tu, ndoshta familjarët tu, prindrit tu, kushdo që je, e kanë një shqetësim diçka ose ndonjë nervoz, pak janë temperament edhe ti mendon më herë që e ka një gjën, e ka një shejtan, e ka një iblis. Po them kështu kushtimisht, veç një iblis është. Pastaj shejtan tjerë ka plot. Pra ti mendon se ka ata, por ky shejtan qarini ta ka ngulit në kokë se ai është keq. Pra mos u shqetëso fare, mbështet ju Allahut se Allahu të mjafton ty. Allahu i mjafton çdo besimtarve. Nëse ti je besimtar ose besimtare, Allahu ka thënë mos u dorëzoni, mos u friksoni. Ju jeni më të lartë, më të zgjedhur në farë mënyre. Nëse jeni besimtar. A jem besimtar po, dije që me Allahu është me ty. Nëse Allahu është me ty, kush ka mundësi të jetë kundër teje? Po edhe nëse është kundër teje, edhe Allahu është me ty, atëherë s'ka rëndësi pse është kundër teje, një gjeni, një sihirbaz, një mashtrues, një iblis ose krejt bota. Nuk ka rëndësi, pse se Allahu është me ty me anën tënde. Kështu që mbështetju Allahut edhe inshallah e pranon Allahu çdo ibadet e rrugës së besimit. Selam aleikum.